Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për çështjen e pensioneve tani që zgjedhjet u mbyllën dhe premtimet duhet mbahen. 4 vite janë përpara, por çfarë do ndodh tani në vazhdim? Do të flasim për një draft, një strategji që është publikuar miratuar pak ditë më parë nga qeveria 2025-2030 për çështjen e pensioneve, e cila ka disa pika brenda, mes të cilave edhe pensionin e 13. Megjithatë, për të diskutuar më qartësisht kemi të ftuar zotin Ergis Sefa, njohësim mirë zgjidhjeve të ekonomisë, pra ekspert i kësaj fushë. Zoti Sefa, përshëndetje, faleminderit shumë. Përshëndetje. A e zgjidh pensioni 13 problemin e pensionistëve? Jo. Padyshim që pensioni 13 nuk e zgjidh problemin e pensionistëve apo e skemës pensioneve në përgjithësi, por është një hap i mirë drejt një reforme strukturore e cila më pas do fillojë që të ngrijë gradualisht pensionet në nivele më të larta se ajo që janë. Po të shikojmë dokumentin fjalë që ju përmendët, synimi është që brenda ciklit të tij, pra ciklit 5 vjeçar, pensioni mesatar në zonat urbane të shkojë rreth 275.000 lekë të vjetra gjithmonë, dhe në zonat rurale ke 165-170.000 lekë. Megjithatë synohet që të kemi një spostim të personave nga pensionet rurale drejt pensioneve urbane. Dhe pensioni 13 është një hap i mirë për t'i ndihmuar, le të themi, vazhdimsi pensionistët që të kenë më shumë para në duart e tyre. Edhe indeksimi do mësoj një ndryshim, në mos gaboj sipas draftit. Kjo do thotë që rritja do jetë më e ndjeshme apo aty te 5.000 lekë do vërtitet? Jo, indeksimi do të ndryshojë në formën dhe në ato që quhet ndryshe ponderimin. Pra, jo të gjithë pensionistët do të indeksohen në të njëjtën masë. Synimi është që ata që kanë një pension të lartë do të indeksohen në nivelin bazë, pra në nivelin që është ai inflacionit. Ndërkohë që ato që kanë një pension më të ulët, sa më të ulët që ta kenë, aq më shumë do të rritet indeksimi. Pra, do të kenë një indeksim më të lartë. Në mënyrë që ata që kanë pension të ulët të kenë mundësi të kenë pak më shumë para dhe të ndihmohen më shumë edhe nga indeksimi. Një tjetër pikë ishte edhe dyfishimi i pensionit social, në mos gabojmë. Kjo do të thotë që realizohet një nga premtimet që nuk do të ketë pension në 200.000 lekë? Praktikisht nëse mbahet ai premtim, i bie që pensioni social që do dyfishohet të barazohet me ato që ne quajmë ndryshe minimumi etik, pra rreth 200 euro. Që do të thotë ai drejt minimumi që do marri cili do person në Republikën e Shqipërisë. Ato që sot marrin rreth 100 euro, 100.000 lekë të vjetra pension social, do ta kenë 200. Dhe në këtë formë barazohet me ato që ne quajmë minimumi etik. Dhe nga këtu e lart do fillojnë gjithë pensionet e tjera. Në mos gaboj ju pak më lart më thatë që pensioni mesatar në fshat, ndoshta gjova unë gabim, ndoshta 170 apo 167. Tani i bie që rreth 170 për ato që kanë qenë, po, bëhet fjalë për pensionet e pjesshme, dhe këto persona gjithashtu siç e thash më parë, indeksohen edhe më lart se sa personat që kanë pensione 300, 350, 400, 500.000 lekë për shembull, dhe në mënyrë që nga 170 të shkojnë edhe më të kapin 200. Po, këtë nuk po kuptoj, pra do kemi pension social që do jetë 20.000 lekë, nuk do ketë në 20, por disa pensione në fshat do vazhdojnë të jenë 160-170. Po, për ato që kanë në kod pjesë, pra pensionet e pjesshme gjithmonë, po derisa ato gradualisht ato të spostohen në skemën e plot drejt pensionit social. Sa do vi duke ushuar kjo pjesë. Pra nuk kanë mundësi zgjedhje midis marrë pensionin social apo jo? Do vi gradualisht me kalimin e viteve, me kalimin e ciklit 5 vjeçar do vi gradualisht, do eliminohet plotësisht kjo gjë, do shkojnë gjithë në minimum tek pensioni 200.000 lekë e sipër. Kështu parashikon dokumentet fakte. Por premtimi tjetër për 400 euro pensioni mesatar vështirë që të realizohet sipas këtij draft strategjie. Në këtë draft strategji nuk konstatohet një gjë e tillë, konstatohet që synimi paraprak është 275.000 lekë, ose 275 euro, nëse ekvivalentojmë me 100. Më pas nga kjo mund të rritet edhe më tepër, por ky është objektivi i parë, 275. Po shto kësaj edhe lehtësitë të tjera fiskale për shit blerje, makina, prona, jep një krah pensionistëve apo është thjesht përmbusje? Patjetër. Shiko, ne po flasim deri tani për vlerën monetare, pra parat që pensionistët do të përfitojnë në mënyrë direkte. Patjetër, dokumenti përfshin edhe një sër
lehtësirash fiskale të tjera, të cilat nuk është se do t'i japin para në mënyrë direkte, por do të ndihmojnë pensionistët që të kenë lehtësira pa që të ulin koston nëse ato do të kenë transaksione të tilla. Përflitet për pronën, nëse ato kanë një pronë nuk do të kenë taksë në pronën, përflitet për taksat e automjetit që nëse e kanë në emrin e tyre nuk do t'i paguajnë, taksat vjetore të mbajtjes automjetit, pra janë kosto të cilat i ulen, por e theksoj, këta janë kosto për ato pensionistë të cilat janë lehtësira fiskale për ato që i kanë këto gjëra. Ndërkohë që vlera monetare, 200.000 lekësh, 275.000 lekësh do të jetë për gjithë pensionistët. Nuk ka rëndësi kanë apo s'kan prona apo makina. Megjithatë, tek ky draft dokument pra strategji, siç është ajo shpreha djalli fshihet në detaje, është edhe rritja e moshës. Sipas asaj që propon Bashkimi Evropian. Është pjesë ajo është pjesë e negociatave, është pjesë e negociatave në kuadër kapitullit për politikën sociale, 19 mos gaboj, ku futen dhe pensionet, ku BE kërkon një rritje të moshës 67 dhe 68, pra femrat, zonjat në moshën 67 vjeçare dhe meshkujt deri në 68 vjeç. Kjo është një kërkesë për shkak se edhe fondi i sigurimeve shoqërore duhet ketë shtesë në të ardhura, po edhe sepse mosha në Europë po vjen duke u rritur. Ka vende që në Europë që e kanë bërë 70. Pastaj kjo është do jetë aftësia jonë për të negociuar se kur do ta fusim në fuqi këtë shtyrie moshe, këtë rritje moshe, sa tolerancë apo sa periudhë tranzitore do të na lejojë BE, për shkak se kushtet tona të një pensionisti tonë nuk janë të njëjtat me kushtet të një pensionisti në Danimark, për shembull, apo në Gjermani. Dhe pavarësisht se ne do duhet të bëjmë një parafrim legjislacioni për shkak të anëtarësisë në Bashkimin Evropian, kjo nuk do të thotë që ne të marrim do të kopjojmë çdo gjë. Kjo është çështja e aftësisë që negociuese që do të kemi ne në këto vite në vazhdim në Bashkimin Evropian. Se kur do ta fillojmë do ta fusim fuqi këtë shtyre moshe. E gjitha kjo në total për ju është një arnim atëherë. Urdhë? E gjitha në total kjo draft strategji është një arnim, nuk është një hyrje në themel të çështjes së pensioneve. Jo, përkundrazi. Po thotë kundërtën që gjitha kjo është një themel i mirë për të bërë një reformë strukturore. Nëse këto hapa zbatohen, janë një bazë shumë e mirë, pastaj për të shkuar nga këto hapa në nivele më të lara. Zoti Seva, faleminderit shumë. Faleminderit.